Më në fund, pas gati një viti rrethim, rutanët mund të marrin frymë lirisht. Ditën e Shënjërgjit, më 23 prill 1467, Skënderbeu hyn në Krujë pritur me prohorima. Rumbulli i shregullt osman zbret në jug drejt ultësirës së Tiranës. Teksa tentojnë lindjen drejt tokave osmane, ata kuptojnë se gjithë shtigjet janë bllokuar, të ruajtura nga toga ushtarësh arbër të cilët njohin mirë terrenin. Pushtuesit tashmë u rrethuan për vete. Emisarët turq premtuan dorëzimin e armëve me kusht që të liheshin të lirë. Skënderbeu ishte i prirur të pranonte, por në shtabin e luftës, Lek Dukagjini propozoi t'i vërsuleshin armikut sa më parë. Jakënxehtësia e tij u shfaq edhe tek prisit e tjerë, të cilët ngulnin këmbë se fitoria ishte e sigurt. Pavendosmëria e prisave u dha kohë osmanëve të çanin një nga shtigjet e bllokuara. Në kundërpërgjigje ushtrisë arbëre, ju vërsulën garnizoneve të mbetura osmane për të rifituar territorin e humbur. Vetëm kalaja e Elbasanit me muret e saj të lartë nuk mund të merrej.